Mbështetja financiare për bujqësi në buxhetin e vitit 2026 ishte tema kryesore e diskutimit të kryeministrit Edi Rama me fermerët dhe sipërmarrës të sektorit. Në një fond prej 16.3 miliard lekësh, qeveria synon rritjen e mëtejshme të prodhimit vendas dhe përforcimin e konkurrenshmërisë në tregjet e huaja. Kryeministri Rama vuri në dukje se gjatë 3 mandateve të fundit është përmbysur raporti mes eksporteve dhe importeve bujqësore, duke theksuar se Shqipëria ka hyrë në një fazë të re të zhvillimit ekonomik. Por ajo që është akoma më rëndësishme, kemi përmbysur raportin e eksporteve me importet, të cilin e kemi gjetur 1 eksport 7 import dhe sot jemi në 1-3, duke vazhduar të shkojmë drejt tendencës ulse edhe të treshit dhe synimi ynë është që të arrijmë objektivin e 1 eksport 2 import kur vjen puna tek prodhimi bujqësor. Është me shumë rëndësi që kemi sot një buxhet për vitin e ardhshëm jo thjesht më të lartë, por shumë më të lartë krahasuar me buxhetin e këtij viti dhe vetëm në skemën kombëtare shkojmë me një buxhet i cili është gati 2 fishi i vitit që po përfundon. Kreu i qeverisë njoftoi gjithashtu se brenda këtij viti do të finalizohet ngritja e Bankës së Zhvillimit, e cila do të shërbejë një instrument i ri financiar për mbështetjen e projekteve dhe investimeve të fermerëve. Tregun e përbashkët evropian. Ne finalizojmë brenda këtij viti edhe Bankën tonë të Zhvillimit. Shqipëria do të ketë më në fund Bankën e Zhvillimit, e cila do të jetë edhe ajo një tjetër instrument për të mbështetur projektet e sipërmarrjes shqiptare, për të mbështetur edhe projektet tuaja. Rama u ndal dhe te roli i pushtetit vendor duke kërkuar angazhim më të madh nga bashkitë për të qenë pranë fermerëve, jo vetëm me financë, por edhe me mbështetje institucionale dhe ekspertizë. Ai theksoi se procesi i integrimit të Bashkimit Evropian kërkon përgatitje serioze dhe se 4 vite ardhshme janë vendimtare për sektorin. Bashkimi Evropian vjen si një bekim për të gjithë ata që janë të përgatitur, u vjen edhe si një mallkim për ata që nuk janë gati. Kërkesa për standardet e sigurisë, kërkesa për cilësinë, jo thjesht bëhet e pranishme në çdo hap, por shoqërohet me instrumenta kontrolli shumë të rreptë, që faktikisht të nxjerrin nga tregu. Mirpo, janë 4 vjet dhe 4 vjet janë të mjaftueshme për t'u përgatitur për atë ditë, që ajo ditë t'ju gjej gati. Në përfundim, kryeministri deklaroi se ka ardhur koha për të vendosur vulën përfundimtare të transformimeve të nisura 3 mandate më parë, duke lidhur këtë me vetbesimin e marrë dhe me objektivin për të përmbyllur me sukses negociatat për anëtarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian.